Po unë nuk e bëj dot, dhe më thënë, ajo pjesa e pathën e fjalis, gati si kur kishte një lloj dorëzimi brënda. Nuk e di se si e shikon këtë qasin e Berishës që thotë, po, duen protestat të qëndrueshme dhe masive, por duhet i bëjnë këta idealistët. Atëherë, unë ka paktën disa vite që artikuloj dhe them që një ndër problemet kryesore të politikës shqiptare është çështja dialektike, diskursi, pra që është gjithmonë i varfër primitiv në raport me kundërshtarin dhe nuk ka bërë asnjë lloj evolucioni këtë lloj drejtimi. E dyta është i stilit të masave populiste dhe primitive, mënyra e organizimit dhe qasjes ndaj protestave. Shqipëria ka të vetme 2 parti dhe është i vetmi vend në Europën perëndimore që protestat organizohen nga subjekte politike. Dhe është i vetmi vend në demokracitë perëndimore që opozita dhe kreu i opozitës rrethon një institucion tjetër kushtetues, kryeministrinë, me atë rrethimin dhe atë ritualin bajat tashmë. Por nuk e ka bërë vetëm Berisha, nuk e bërë vetëm Berisha, por është PSD, pra është vetë identifikimi i tranzicionit politik shqiptar. Së pari, një formë e pushtetit fort Ramës, sepse nuk kam thënë që ne duhet të kemi kujdes të fjalën që përdorim, duke bërë autokrat, diktator në Ramën, ne po i veshim gjëra që si ka dhe në fakt ne po i bëjmë reklam duke krijuar bindjen që nuk realizohet. Rama nuk ka asgjë më pak se sa Berisha në kohën kur Berisha qeveriste. Ka një pushtet fort. Siç ka bërë Berisha, edhe Rama kontrollon gjithçka, ti ka të gjitha në kontroll, qasja ndaj zgjedhjeve ka një lloj, qasja ndaj militantëve ka një lloj, ka perfeksionuar disa gjëra tjera sepse Berisha merri dhe me punëtorën dhe pastruesin e shkollës, kurse Rama ka marrë ata njerëz që kanë influencë në zona dhe duke bërë për vetë ata automatikisht kanë në kontroll zonën. Pra më shumë Rama lidhet me baraktarët dhe nuk lidhet me qytetarin e tjerë, ndërsa Berisha merri dhe me pastruesen e shkollës, nëse nuk dilte në miting në 2013 rrezikonte vendin e punës, sepse ne në Shqipëri kemi tuar dhe shqiptarë jemi, ne nuk mendojmë që historia e politikës shqiptare vazhdon në 2013 e mbrapa. Mund të ketë deleguar zoti Rama ca kompetenca në këtë sens, por unë kam përshtypjen se njëjta gjë ndodhet tani nëse pastruesja nuk del në protestë ose në mitingun që i duhet partisë, prapë humbet në punë. Jo. Atëherë Rama në këtë drejtim ka perfeksionuar dhe Rama ka zgjedhur stilin zogist. Zogizmi merri me të parin e krahinës, i cili kishte në kontroll gjithë krahinën. Dhe Rama merret me të parin e fshatit, i cili mund të jetë delinkuent ose jo, mund të jetë rrugaq ose jo, mund të jetë pasur ose jo, ose mund të ketë forcë në numra familjarë apo jo. Ndërsa Berisha nuk merri me këtë gjë. Berisha merri edhe me rojen e shkollës, nëse nuk dilte në miting, i rrezikoi vendi punës. Pra, nëse ne mendojmë që një sistem si Rama, që është identik si Berisha, rrëzohet me protesta të organizuara dhe të sforcuara nga Berisha, do të thotë që qytetarët e atij vendi nuk e duan ndryshimin. Sepse ndryshimi vjen në mënyrë spontane në këtë lloj rastesh, sepse është i ngjashëm me Shqipërinë e viteve 90, me frymë dhe prodhon leadership të ri. Nëse ne do të ngrihemi, do bëjmë protesta për të bërë prapë kryeministër Berishën në 2025, në çfarë shërbimi kemi bërë vendit dhe demokracisë? E kuptoj. Okej. Para se ta mbyllim këtë pjesën për Partinë Demokratike dhe zotin Berisha, doja të ndashim dhe tek një moment. Ne kemi dim që në të kaluarën Berisha shpeshherë ka pasur marrëdhënie konfliktuale me ndërkombëtar, me ambasador, i ka kritikuar, i ka sulmuar, duke sikur kishte gjetur një lloj qetësie kohët e fundit, po pam këtë përfshirje në debatën konflikt me ambasadorin e Bashkimit Evropian për çështjet e ligjit të gjinive dhe një tjetër deklaratë dje gjithashtu më bëri përshtypje dhe doja të kuptoja mendimin tuaj që pse duket sikur e kërkon e risjell Berisha këtë